Rahovec, kështë di Kosovë, po duke që jem bashkë gjithë. Para fjallë që më shkon menë është një fjallë që e thash ma herët i nderuar kryetar i komunës, se edhe pse ata qenë me ne fizikisht, ata po na bojnë bashkë ne. Që nësa është e madhe vlera atyre që jenë kju për njëri, pra dhe vite ma vonë na bashkojnë. është nderë sot për secilin prej nesh, qoftë për nxanësit, qoftë për bashkëluftarët, për familjarët e dëshmorëve, për ushtarët, për policët, me qenë këtë ditë zbashku, se kujtojmë njerëz që janë të maj. Të gjithë parametrat, ose tregues, që me cilët ne mujmë me vlerësu dikën, janë të lartë. Nëse flasim për Xhelal Hajden, ai ishte luftar profesionist, ai kishte kaluar një luftë në vend tjetër. Po ai ishte luftar po ashtu i parë, i ditëve të para. Jo i atyne që e ftun, po ai erë me i ftu tjetër në luftë, me dhënë shembull. Ai e filloi me kazëm edhe me istikamet e para që i ngriti vetë, me djemë të ri e shqetarë që s'kishin prej kur arë me dorë, i boni luftarë, vendosin pozicione lufte. Ai e morë përgjithësinë në vazhdimsi, duke e rritë kontributin e tij, ishte shef shtabi i zonës më aktive në luftë, zonës operative të Vazhjit. Me emri këtë detyrë, në vitin 98, në zonën më aktive në luftë, ku kishte mija ushtarë, e prorë, ushtarat karierës, kuptone për kanë bohe i fjallë, pra ishte i Zoti. Selahdin Mullah Banzi ishte ajo vera tjetër, ndoshta e habishme e njeriu drejt, sinqer, e shqiptarit mirë, e luftarit besnik, e ati që do t'ishte çdo herë aty, ku janë ata që u ka dhënë besën. Ne vërtet sot jemi të lirë, por në themel shajtite kemi gjithë të njerëz. Gjithë të njerëz që ishin të mirë, që ishin të Zot, e cilët na nderojnë edhe sot. Do të na nderojnë për jetë e madhe. Lavdi.